Ish-presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka reaguar rreth çështjes së hotelit Grand, derisa ka thënë se është akuzuar se po ja merr shtetit të Kosovës 6.7 milion euro. Përmes një postimi në Facebook ai ka thënë se e vërteta është se ai vetëm po i rikthen mjetet e tij, të cilat njerëzit e fortë të këtij shteti janë mbyllën. Këto 6.7 milion euro nuk janë të shtetit, por të mijat të grabitura vetëm sepse refuzova të paguaja rishfet njerëzve të korruptuar, të cilët ishin mësuar të zhvatnin duke përdorur dorën e pushtetit. Këta njerëz u denoncuan e u kaluan nëpër të gjitha instancat gjyqësore në Kosovë, por nuk gjeta drejtësi. Drejtësia erdhi vetëm pas 18 vitesh në arbitrazhin ndërkombëtar. Madje disa nga zyrtarët e kësaj qeverie nuk ngurohen të më kërcënojnë në mënyra të tjera frustruese të shpifin kundër meje, duke përdorur madje edhe gjuhë të ulët gjatë procesit. Për këtë arsye tashmë kam hapur një tjetër proces ligjor për të mbrojtur dinjitetin tim kundër atyre njerëzve primitiv që përdorin akuza të ulta që ne ishim mësuar të shihnim në rrjetet sociale, ka shkruar Pacolli në Facebook. Nuk e di pse më përflasin duke më akuzuar se po i marr shtetit të Kosovës 6.7 milion euro. E vërteta është krejt ndryshe. Unë vetëm po ja rikthej mjeteve e mia, të cilat njerëzit e fortë të këtij shteti në emër të këtij shteti mi kanë mbyr padrejtisht në vizon ai. Sipas Pacolli, qëndrimi i tij kundër grabitjeve dhe zhvatjes është dëshmuar edhe në procesin e privatizimit. Më shumë se 95% e objekteve të blera në Kosovë janë blerë nga pronar privat e jo nga AKP-ja, dhe gjithmonë kanë paguar çmimin e tregut. Unë AKP-n e kam parë gjithmonë si një institucion të korrupsionit të legjitimuar. Në 15 vitet e fundit unë i kam dhënë shtetit dhe popullit të Kosovës mbi 40 milion euro në forma të ndryshme. Kam ndihmuar familje të nevojë, kam ndërtuar shtëpi për skamnorët, kam mbështetur studentët dhe të sëmurët, kam ndërtuar shkolla, universitete, memoriale dhe objekte të trashëgimisë, kam financuar edhe rindërtimin e objekteve kyçe të institucioneve të Kosovës, madje edhe për ata që sot më shajnë e më thyen, nën vizon më tej Pacolli.